Shukes nderuar, jemi rikthyer sërish së bashku në studio. Do të shkojmë pak me fjalën e avokatit Genci Gjokutaj, avokati i zotit Maltezi dhe zotit Berisha. Ndikim pak. Ai do të ishte prezent, pa shkak, ka munguar. Po ashtu mungoi edhe zonja Adriana Kalaja për arsye shëndetësore dhe seanca u shty në datën 4 maj në orën 11. Do të vijojmë me seancën. Nuk patëm në zhvillim, pjesa tjetër ne ishim prezent, gati për të vijuar gjykimin. Është një çudi e madhe sepse kjo është një çështje e cila ka një sensitivitet shumë të lartë. E para e dyta është edhe ironike dhe për të qeshur, po edhe për të qarë, fakti që në tabelën e njoftimit, tabelën elektronike të njoftimit të gjyqjeve, ky gjykim te rubrika e personit shkruhet nuk ka person në hetim. Pra, këta e kanë filluar çështjen dhe e kanë mbaruar pa person në hetim. E kuptoni? Dhe ne këtë alarm e kemi thënë që në fillim. Nuk mund të ketë çështje pa regjistruar një emër, sepse këtu nuk diskutohet që ka ndodhur një ngjarje për cilën nuk dihet autori. Këtu ose ka autor ose nuk ka autor. Ai person duhet kishte cilësi, duhet pyetej me atë cilësi, dhe pastaj le të konkludonte prokurori. Pra, edhe nga pikpamja formale, ky është një skandal juridik, megjithatë kjo i përket ndërgjegjes së atyre të cilët e marrin përsipër ta bëjnë. Do të Gjokutaj, do kërkoni që të shqyrtohet në një tjetër gjykati o në gjykatën e posaçme në Sikërkec? Po ne ta hapim një seancën, kjo ishte problem, pastaj ne do t'i ngrim të gjitha problemet që lidhen me këtë procedim. E kupton, këtu ka probleme që nga kompetenca e gjykatës edhe pasojat pasaj që vinë pastaj. Irena Gjoka ishte vetë pranishme seancë? Po s'ka personën e tim pra. Shiko, Irena do të mbahet larg shqetësimeve, larg gjykimeve, e kupton? Sepse Irena u duhet prap këtyre. Duhet kemi parasysh që Irena Gjoka është llumi i drejtësisë sotme. Irena Gjoka është shtyra e Edi Ramës, Irena Gjokën e keq përdor Edi Rama pikërisht sepse e ka kapur dhe e mban peng. Irena Gjoka është llumi i cili bën